Tornadot janë një nga fenomenet më të frikshme të natyrës. Në ditët e nxehta të verës, ato mund të shfaqen papritur, duke intensifikuar me shpejtësi përpara se të zhduken, duke lënë pas vetëm një gjurmë shkatrimi. Por jo të gjitha tornadot janë të njëjta. Në një pasdite të lagësht maj, në vitin 2013, qielli i kthjellët mbi Oklahoma qendrore u errësua. Re të thella vjollc me ngjyrën e një kumbulle të nxirr u përhapën në qiell, ndërsa një stuhi gjigante superqelizore u zhvillua. Shumë shpejt, ajo krijoi një nga tornadot më ekstreme të regjistruara ndonjëherë. Kjo është historia e një stuhie aq të madhe sa u bë vështirë edhe të kuptojë se çfarë ishte. Një tornado që në më pak se 60 sekonda u zgjerua nga një formë hollë cilitar në një përbindësh më shumë se 4 kilometra i gjerë. Errat e saj kaotike arritën shpejtësi rekord dhe madje morën jetën e atyre që përpiqeshin ta matnin. Deri më sot, ajo mbetet tornadoja më e madhe e vëzhguar ndonjëherë. Në shumë mënyra, moti i fundit të majit në Oklahoma, në shumicën e rasteve, mund të jetë mjaft i këndshëm. Ditë të ngrohta dhe me diell, mene që nuk janë as shumë të nxehta dhe as shumë të ftohta. Por kjo qetësi mund të jetë mashtruese. Këtu, kushtet të ngrohta dhe të qeta shpesh mund të jenë përgatitja për diçka shumë më të rrezikshme. Oklahoma ndodhet në zemër të Tornado Alley, një rajon në qendër të Shteteve të Bashkuara, ku përplasen disa nga masat ajrore më të paqëndrueshme të kontinentit. Dhe 31 maj i vitit 2013 ishte larg nga një ditë e zakonshme pranvere. Më pak se 2 javë më parë, shteti kishte përjetuar një tornado F5, niveli më i lartë në shkallën Enhanced Fujita, e cila shkatroi qytetin Moore. Edhe sot, ajo mbetet tornadoja më e kushtueshme në historinë e Oklahomas. Tani, ajri pranë qytetit El Reno vetëm 50 kilometra larg nga Moore dukej i rënd. Atmosfera ishte e mbushur me një nivel paqëndrueshmërie që çdo meteorolog do ta njitte menjëherë si perfekt për formimin e tornadove. Kushte që do të tërhiqnin djegësit e stuhive nga çdo vend. Për të kuptuar se çfarë ndodhi, duhet të analizojmë kushtet atmosferike që çuan në këtë ngjarje. Së pari, ajri ishte jashtëzakonisht i paqëndrueshëm. Dielli kishte ngrohur fushat e Oklahomas, duke nxjerrur tokën dhe ajrin mbi të. Meqense ajri i ngrohtë është më pak i dendur sa i ftohtë, ai ngrihet lart, ashtu si një balon me ajër të nxehtë. Për aq kohë sa mbetet më i ngrohtë se ajri përreth. Energjia disponueshme për këto rryma ajrore që ngrihen quhet energji potenciale konvektive e disponueshme, ose CAPE. Në një ditë tipike me mot të ashpër, vlerat e CAPE mund të arrijnë midis 2000 dhe 3000 joule për kilogram. Por me 31 maj, vlerat mbi Oklahoma qendrore varionin midis 4500 dhe 6000. Me fjalë të tjera, atmosfera përmban të një sasi të jashtëzakonshme energjie, si një fuqi baruti që pret një shkëndi. Përveç kësaj, kishte edhe ngritje të fortë. Një front i ftohtë po lëvizte nga veri perëndimi, ndërsa një vije thatë që ndan ajrin e lagësht nga gjiri i Meksikës dhe ajrin e thatë të shkëtëtirës po avaconte nga perëndimi. Aty ku këto kufi takohen, formohet një zonë e quajtur pika e trefisht, e cila shtyn ajrin e paqëndrueshëm lart me forcë të madhe. Këta faktor mund të krijojnë stuhi, por për të formuar një tornado nevojitet edhe një element tjetër, prerja e erës. Kjo është ndryshimi i shpejtësisë dhe drejtimit të erës me lartësinë. Atë ditë, erat të ngrohta dhe të lagështa pranë sipërfaqes frinin nga juglindja. Më lart, ato zhvendoseshin nga jugu dhe edhe më lart, erat të fuqishme të rrymës xhet
vinin nga perëndimi. Ky ndryshim në drejtimin e erës krijoi tuba të padukshëm rrotullimi horizontal në atmosferë. Kurrimat e forta ngjitëse kaluan nëpër këto zona rrotulluese. Ato i kthyen në pozicion vertikal. Papritur, në vend të një stuhie të zakonshme, u formua një superqelizë rrotulluese. Një superqelizë është lloji më i fuqishëm i stuhive, një re gjigante me maj në formë kudre që shtrihet në qiell. Këto stuhi janë të rralla dhe përmbajnë një rrymë ngjitëse të fuqishme dhe të qëndrueshme rrotulluese, të quajtur mezociklon. Kjo bërtham rrotulluese vepron si motori i stuhisë, një qarkullim masiv ajri që mund të shtrihet për disa kilometra. Në kushtet e duhura, këto stuhi mund të zgjasin për orë të tëra dhe të prodhojnë tornado të fuqishme. Tornadot e mëdha janë ndër forcat më shkatruese në planet. Ato janë kolona gjigante ajri që rrotullohen dhe mund të arrijnë shpejtësi deri në 450 km/h. Ato mund të shkulin pemë nga rrënjët, të shkatrojnë rrugët dhe të ngrenë shtëpi të tëra nga themelet e tyre. Sipas shërbimit kombëtar të modit, rreth 800 tornado raportohen çdo vit në Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar afërsisht 80 viktima në vit. Ajo që ndodhi në El Reno më 31 maj të vitit 2013 sfidoi kuptimin themelor të formimit të tornadove. Tradicionalisht, meteorologët besonin se tornadot formoheshin nga rrotullimi i lartë në stuhi dhe gradualisht zgjateshin drejt tokës. Ky proces mendohej se nxitej nga një rrymë zbritëse në pjesën e pasme të stuhisë që të rishte rrotullimin poshtë. Parashikuesit dhe ndjekësit e stuhive monitoronin radarët, duke pritur që rrotullimi të shtrëngohej dhe të zbriste. Por kjo nuk ishte ajo që ndodhi atë pasdite. U formua një superqelizë, por nuk ishte e zakonshme. Kjo ishte një superqelizë me rreshje të larta, e njohur si HP. Në këto stuhi, rryma ngjitëse është aq e fuqishme dhe lagështia aq e madhe sa rreshjet e shiut mbështjellin mezociklonin. Tornadot në këto sisteme shpesh fshihen pas perdeve të shiut dhe breshit, duke i bërë edhe më të rrezikshme. Situata u komplikua edhe më shumë nga një kapak, një shtresë ajri e ngrohtë në lartësi që vepron si një kapak mbi një tenxhere që vlon. Kur ajri ngrihet dhe arrin këtë shtresë, ai ftohet dhe nuk mund të vazhdojë më lart, duke penguar formimin e stuhive. Por kjo bën që nxehtësia dhe lagështia të grumbullohen poshtë, duke rritur presionin derisa kapaku thyet. Kjo është pikërisht ajo që ndodhi rreth orës 4:30 pasdite. Stuhia u zhvillua në mënyrë shpërthyese, me re gjigante që u ngritën deri në 50.000 metra në stratosferë brenda vetëm 16 minutash. Në orën 5:35 pasdite, tornadoja e parë nga ky sistem preku tokën në qarkun Kingfisher, por ngjarja kryesore po formohej më në jug. Në orën 6:03 pasdite, në jug perëndim të El Reno, rrotullimi arriti në tokë. Një tornado ishte formuar. Në fillim, nuk dukej veçanërisht e rrezikshme. Pamjet e para tregonin një vorbull të vogël pluhuri në një re të errët. Për banorët e Tornado Alley mund të dukej si një stuhi e zakonshme. Por të dhënat e radarit treguan një histori krejtësisht tjetër. Ajo që zbuluan pak më vonë studiuesit tregoi një tornado shumë më të rrezikshme nga se ishte menduar fillimisht. Studiuesit e stuhive, Dr. Jenna Hauser dhe Dr. Howard Bluestein, ishin vendosur në një mbikalim pranë me një radar mobil të quajtur Ragspool. Ky instrument dërgon impulse energjie mikrovalore që përplasen me rreshjet dhe mbeturinat, duke u lejuar shkencëtarëve të analizojnë strukturën, intensitetin dhe rrotullimin e stuhisë në kohë reale. Radari Ragspool
skanon të stuhin çdo 2 sekonda, shumë më shpesh se radarët standard NexRed të shërbimit kombëtar të modit, të cilët merrnin 4 deri në 5 minuta për një skanim të plotë. Të dhënat me shpejtësi të lartë nga Hauser dhe Bluestein treguan se në minutat para se tornadoja të bëhej e dukshme, rrotullimi vetëm 20 metra mbi tokë ishte shumë tornadik, ndërsa rrotullimi në 1 kilometër lartësi ishte ende i gjerë dhe i çorganizuar. Me fjalë të tjera, kjo tornado nuk zbriti nga ret. Rrotullimi më i fortë ekzistonte fillimisht në sipërfaqe, po ndërtohej nga toka lart. Pse ka rëndësi kjo? Sepse nëse paralajmërimet i jepen vetëm kur një hink zbret nga qielli, atëherë mund të jetë shumë vonë. Rreziku mund të jetë tashmë në tokë, duke ngritur pluhur në mënyrë të padukshme dhe duke pritur të lidhet me ret për të çliruar fuqinë e plotë. Ky formim nga poshtë lart mund të shpjegojë pse stuhia e El Reno i zuri shumë njerëz në befasi. Tornadoja nuk u rrit thjesht në lartësi. Brenda pak minutash, ajo filloi të zgjerohej me shpejtësi. Në orën 6:19 pasdite, vetëm 16 minuta pas formimit, tornadoja kaloi mbi autostradën amerikane 81. Kur njerëzit mendojnë për një tornado, ata shpesh imagjinojnë një hink të ngushtë që zbret nga ret, por kjo stuhi ishte bërë diçka krejtësisht tjetër, një wedge. Një tornado wedge zakonisht përkufizohet si një tornado që është më e gjerë se sa e lartë, por edhe ky përkufizim nuk mjafton këtu. Baza e res zbriti aq poshtë sa ishte pothuajse duke prekur tokën. E gjithë reja rrotulluese në formë muri u bë vetë tornadoja. Për një vëzhgues nga lindja, drejtimi në të cilin po lëvizte stuhia, ajo nuk do dukej as pak si një hink. Në vend të kësaj, dukej si një mur gjigant, i errët shiu dhe mjegulle, që shtrihej përgjatë horizontit, duke u përzirë me qiellin. Dhe kjo strukturë e madhe vazhdonte ende të rritej. Matjet e radarit konfirmuan se në kulmin e saj, tornadoja arriti një gjerësi të jashtëzakonshme, prej 4.2 kilometrash. Kjo është afërsisht distanca deri në horizont për syrin e njeriut. Imagjinoni një vorbull ere që shtrihet në të gjithë një qytet, duke shkatruar gjithçka në rrugën e saj. Kjo tornado theu rekordin e mëparshëm botror për gjerësi, duke të i kaluar tornadon e Hallam, Nebraska, të vitit 2004 me pothuajse 200 metra. Por madhësia ishte vetëm një pjesë e historisë. Faktori tjetër ishte shpejtësia. Brenda këtij qarkullimi prej 4.2 kilometrash, po ndodhte diçka edhe më ekstreme. Tornadoja e El Reno ishte bërë një tornado me shumë vorbulla. Në vend të një kolone të vetme ajri që rrotullohej, ajo përmbante disa tornado më të vogla, më të fuqishme, që rrotulloheshin rreth një qendre të përbashkët. Këto 9 vorbulla mund të jenë jashtëzakonisht të fuqishme. Është si një patinatore që rrotullohet më shpejt kur të heq krahat brenda, këto vorbulla më të vogla përqendrojnë energjinë në kolona më të ngushta dhe më të shpejta ajri. Dy radar Doppler mobil, Rexpool dhe Doppler on Wheels, matën stuhit atë ditë. Ata regjistruan shpejtësi ere që janë të vështira për të kuptuar. Një 9 vorbull arriti shpejtësi relative ndaj tokës prej 504 km/h. Për krahasim, shpejtësia më e madhe e erës e matur ndonjëherë shkencërisht në tokë ishte 511 km/h. E regjistruar gjatë tornados Bridge Creek Moor të vitit 1999. Tornado El Reno ju ofrua jashtëzakonisht shumë këtij rekordi. Dhe duke marrë parasysh se radari ka vetëm pamje çdo disa sekonda, është e mundur që shpejtësi edhe më të larta të kenë ndodhur midis skanimeve. Sikur kjo të mos mjaftonte, këto 9 vorbulla nuk ishin vetëm duke u rrotulluar,
ato lëviznin në mënyrë të paparashikueshme mbi tokë. Ndonjëherë, tornadoja kryesore lëvizte drejt lindjes me 50 deri në 65 km/h. Por në nënvorbullat brenda saj mund të rrotulloheshin rreth skajit jugor dhe të përparonin me shpejtësi prej 270 deri në 290 km/h në raport me tokën. Kur kalonin në anën veriore, ato ngadalësoheshin, dalonin ose madje lëvizin mbrapsht në atë që quhet lëvizje trokoidale. Kjo krijonte kaos absolut, stuhi brenda një stuhie, me forca, shpejtësi dhe drejtime që ndryshonin vazhdimisht. Një mënyrë e dobishme për ta imagjinuar këtë është si një lodër spirograf, ku lapsi krijon forma rrethore, ndërsa lëviz përpara. Kjo është e ngjashme me rrugët e paparashikueshme që këto nënvorbulla përshkronin në tokat e Oklahomas. Kjo sjellje e bëri tornadon e El Reno jashtëzakonisht mashtruese. Ndjekësit e stuhive shpesh lëvizin paralel me tornadot, duke përputhur shpejtësinë e tyre në një distancë që e konsiderojnë të sigurt. Por kjo nuk ishte një stuhi e zakonshme. Një nënvorbull mund të dilte pa pritur nga perdja e shiut, duke përshpejtuar nga 0 në 160 km/h brenda sekondash. Duke mbyllur distancën përpara se dikush të mund të reagonte. Sikur kjo të mos ishte mjaftueshme, stuhia prodhoi edhe një fenomen tjetër të frikshëm, një tornado satelitore. Kjo nuk ishte një nënvorbull brenda qarkullimit kryesor. Ishte një tornado krejtësisht e veçantë që formua në juglindje të wedge-it kryesor. Edhe më e pazakontë, ai ishte anticiklonike, që do të thotë se rrotullohej në drejtim të akrepave të orës. Në hemisferën veriore, rreth 99% e tornadove rrotullohen në drejtim të kundërt të akrepave të orës për shkak të dinamikave atmosferike. Tornadot anticiklonike janë të rralla, zakonisht më të dobta dhe jetë shkurtra, por jo kjo. Kjo tornado satelitore ishte e fuqishme më vete, një sistem i madh me shumë vorbulla dhe anticiklonik. Ai u formua përgjatë frontit të erës në pjesën e pasme të stuhisë dhe lëvizi paralelisht me tornadon kryesore për pothuajse 15 minuta. Tani kishte 2 tornado gjigante që lëviznin së bashku, një wedge ciklonik me gjerësi 4.2 km në perëndim dhe një tornado satelitore fuqishme, anticiklonike në lindje. Duke shkatruar gjithçka në një model kaotik dhe të paparashikueshëm. Për çdo që e pa këtë, pamja duhet të ketë qenë tronditse. Edhe ta shohësh më vonë është e vështirë për të kuptuar. Ndërsa shumica e njerëzve do të bënin gjithçka për t'u larguar nga një stuhi e tillë, një njeri po lëvizte drejt saj. Tim Samaras ishte një nga ndjekësit më të respektuar të stuhive në planet. Ai nuk kërkonte emocion. Ai ishte shkencëtar, inxhinier dhe studiues i kujdesshëm. Ai ishte i njohur për projektimin e një pajisje të quajtur Turtle, një sonde fortifikuar, e ndërtuar për të rezistuar kushteve ekstreme. Qëllimi i tij ishte t'i vendoste këto pajisje drejt për drejt në rrugën e tornadove për të matur shpejtësinë e erës dhe rënien e presionit në sipërfaqe. Të dhëna që radari nuk mund t'i kap plotësisht. Ai kishte arritur t'i vendoste me sukses këto pajisje në një stuhi të mëparshme, përfshirë një tornado F4 në Manchester, Dakota e Jugut, në vitin 2003, ku regjistroi një rënje presioni për 100 milibarësh. Tim konsideroi si një nga ndjekësit më të sigurt në këtë fushë. Ai shmangte rreziqet e panevojshme, mbështetej në të dhëna dhe planifikonte çdo lëvizje me saktësi. Më 31 maj të vitit 2013, Tim po udhëheqte ekipin e tij kërkimor, TWISTEX, Tactical Weather Instrumented Sampling in Tornadoes Experiment. Me të, në automjet, ishin djali i tij, Paul Samaras, 24 vjeç, dhe Carl Young, 45 vjeç.
meteorolog dhe bashkëpunëtor i hershëm. Fillimisht, ata po studionin fenomene të pazakonta rrufesh, të njohura si ngjarje të ndryshme kalimtare, por kushtet që po zhvilloheshin pranë El Reños ishin të pamundura për tu injoruar. Ata kishin humbur tornadon e Mor vetëm 10 ditë më parë. Këtë herë, pa një mundësi për të mbledhur të dhëna të rëndësishme nga një stuhi e madhe. Kështu, ndryshuan drejtim dhe u nisën drejt jugut, me qëllimin për të vendosur pajisjet e tyre në rrugën e tornados së El Reños. Qëllimi i tyre ishte të matnin erat pranë sipërfaqes, të dhëna që mund të ndihmojnë inxhinierët të ndërtojnë struktura më të forta dhe në fund të shpëtojnë jetë. Rreth orës 6:20 pasdite, ekipi Twistex po lëvizte drejt lindjes përgjatë rrugës Reuter, një rrugë me zhavor në jug të El Reños, paralelisht me tornadon. Përpara tyre ishte një ndjekës tjetër stuhish, Dan Robinson me një Toyota Yaris. Kamera e tij e pasme regjistroi automjetin e Twistex pas tij, me drita që ndriçonin mes shiut, ndërsa ndiqnin rrugën dhe mbanin ritmin me stuhi. Por stuhia po ndryshon të shpejtësi. Në orën 6:03 pasdite, tornadoja ishte ende relativisht e vogël. Në orën 6:24, ai ishte zgjeruar në rreth 4.2 km gjerësi. Ekipi Twistex dhe Dan Robinson nuk po lëviznin më pranë tornados. Për shkak se tornadoja ishte mbështjell me shi dhe qarkullimi i saj ishte zgjeruar kaq shpejt, ska i stuhis ishte shumë më afër nga sa dukej. Muri i shiut nuk ishte thjesht shi, ishte ska i një vorbulle me era që arrinin rreth 500 km/h dhe ata po lëviznin drejt për drejt saj. Ne dim pjesën tjetër të kësaj historie, sepse momentet e fundit të ndjekjes së tyre u rindërtuan më vonë duke përdorur të dhëna GPS. Analiza radari dhe pamje nga kamerat e ndjekësve të tjerë të stuhive. Kur ndjekën një tornado, ndjekësit shpesh kërkojnë atë që quhet inflow notch, një zonë ajri e pastër që ushqen tornadon. Kjo zakonisht tregojnë skajin kryesor të stuhis. Por ndërsa tornadoja El Reño u zgjerua, kjo zonë filloi të mbyllej dhe të mbështillej rreth saj. Ajri i pastër në të cilin po lëviznin ishte në fakt duke u bllokuar nga qarkullimi që po zgjeroi. Tim Samaras, si vëzhguesi me përvojë që ishte, ka shumë gjasa, e kuptoi këtë. Në radio i tha, nuk ka shi këtu, jemi në një pozicion të keq. Të qenë në një zonë pa shi, kur stuhia duhet të ishte në kulmin e saj, tregonte se ata ndodheshin thellë bendarrymës hyrëse, drejt për drejt në rrugën e vorbullës që po zgjeroi, dhe jo në skajin e sigurt të saj. Pastaj, tornadoja bëri diçka të paimagjinueshme. Në vend që të vazhdonte drejt lindje, juglindjes, ashtu siç do të prisnin shumica e ndjekësve me përvojë, ai u kthye fort drejt veriut dhe më pas u përkul përsëri. Ndërkohë që qendra e stuhis ndryshoi drejtim, krahu jugor i tornados dhe fusha e erave të saj u zgjeruan me forcë. Dan Robinson, ende përpara timit, kuptoi se diçka nuk shkonte dhe arriti të largohej duke kaluar stuhin. Megjithatë, Tim, Paul dhe Carl ishin vetëm 20 deri në 30 sekonda pas tij. Në këtë rast, ato sekonda ishin diferenca mes jetës dhe vdekjes. Ndërsa Chevroleti Cobalti Twistex po lëvizte në rrugën Reuter pranë kryqëzimit me rrugën Radio, një nënvorbull e dhunshme u rrotulluar rreth skajit jugor të tornados kryesore. Ajo jo thjesht i goditi, por i përpiu plotësisht. Analiza e radarit sugjeron se erat në këtë nënvorbull arrinin afërsisht 320 km/h. Chevrolet Cobalt, me peshë rreth 1.3 ton, u ngrit dhe u hodh afro 800 metra në ajër. Kur mbetjet u gjetën, ishin të panjohshme. Të tre burrat kishin humbur jetën me njëherë. Kjo ishte hera e parë në histori që ndjekës të stuhive
humbën jetën nga një tornado. Ngjarja tronditi komunitetin e ndjekësve të stuhive dhe ndikimi i saj ndihet ende sot. Nëse Tim Samaras, një ekspert i kujdesshëm dhe shumë i aftë, mund të kapet nga një tornado, atëherë askush nuk ishte vërtet i sigurt. Dhe nuk ishte vetëm ekipi Twistex. Një nga nënvorbullat e tornados kaloi shumë pranë Mike Beats dhe ekipit të The Weather Channel. Automjeti i tyre u ngrit dhe u rrotullua rreth 200 metra në një fushë. Ata mbijetuan me lëndime, por makina e tyre u shtyp plotësisht. Një ndjekës tjetër amator, Richard Henderson, u ndal për të bërë një foto. Ai e dërgoi një miku me përshkrimin Funnel. Pak qaste më vonë, tornadoja e përfshiu vendodhjen e tij. Edhe ai humbi jetën. Në total, 8 persona vdishën nga tornadoja e El Niño, të gjithë brenda automjeteve. Si mund ta kuptosh një tornado të atij niveli? Si mund të vlerësosh një tornado si ajo e El Niños? Tradicionalisht, shkalla Enhanced Fujita ose shkalla IF përdoret për të klasifikuar tornadot. Ajo varion nga IF0 më e dobta deri në IF5 më e dhunshmja. Shpesh e lidhur me shkatrim total. Por ekziston një kufizim i rëndësishëm. Kjo shkallë bazohet në dëmet e shkaktuara, jo drejt për drejt në shpejtësinë e erës. Një vlerësim F5 kërkon dëshmi të caktuara dëmtimi, si shtëpi të ndërtuara mirë, të shkullura nga themelet, deformime të mëdha strukturore, ose asfalt të shkëputur nga rrugët. Tornada El Niños, megjithatë, kaloi kryesisht mbi fusha të hapura. Ajo goditi hambar, gardhe dhe disa struktura të tjera, por në pjesën më të madhe shmangu zonat e banuara. Dëmet u klasifikuan si nivel F3. Megjithatë, radarët mobil matën era midis 476 dhe 503 km/h. Shpejtësi që janë qartësisht në nivelin F5, i cili fillon rreth 320 km/h. Kështu, zyra e shërbimit kombëtar të modit në Norman, Oklahoma, u përball me një dilemë. Duhet ta vlerësonin tornadon bazuar në dëmet e shkaktuara, që sugjeronin F3 apo në shpejtësinë e erës që tregonte qartë F5. Fillimisht, ata e klasifikuan si F5 bazuar në të dhënat e radarit. Ishte një vendim i rëndësishëm, duke pranuar se teknologjia moderne mund të zbulojë fuqinë reale të një tornadoje, edhe kur ajo nuk godet struktura. Por disa muaj më vonë, në gusht të vitit 2013, vendimi u ndryshua. Tornada El Niños u ul në F3. Arsyeja zyrtare ishte se politika e shërbimit kombëtar të motit kërkon që vlerësimet F të bazohen në dëmet në tokë. Meqense nënvorbullat më të fuqishme kaluan mbi fusha gruri dhe jo mbi ndërtesa, tornadoja më e gjerë dhe ndoshta më e fuqishme në histori mbetet zyrtarisht e klasifikuar vetëm si F3. Ky vendim shkaktoi reagime të forta në komunitetin meteorologjik. Kritikët argumentuan se injorimi të dhënave të radarit është i rrezikshëm. Ai sugjeron se nëse një tornado rrotullohet me shpejtësi ekstreme, por nuk godet një strukturë, fuqia e saj reale nuk merret parasysh. Kjo ndikon edhe në standardet e ndërtimit. Nëse supozohet se tornadot në një zonë arrin vetëm nivelin F3, atëherë infrastruktura kritike, si spitalet, shkollat dhe objektet energjetike, mund të ndërtohen për të përballuar më pak se sa duhet. Tornada El Niños nxorri në pa një dobësi të madhe në sistemin e klasifikimit. Shkëputjen midis rrezikut real, që është era, dhe ndikimit të saj, që është dëmi. Për shkencëtarët që e matën dhe për familjet atyre që humbën jetën, nuk ka dyshim se ajo kishte fuqinë e një F5. Tornada El Niños e vitit 2013 mbetet një pikë thesë e errët në historinë e motit ekstrem. Ajo detyroi ekspertët të rishqyrtojnë shumë supozime të vjetra për sigurinë. Për shembull, kuadranti juglindor i një tornadoje shpesh
konsideroj si më i sigurt për vëzhguesit dhe ndjekësit, por kjo nuk vlen më për tornadot të mëdha dhe të paparashikueshme si kjo. Ajo gjithashtu rriti shqetësimet për mbi popullimin e rrugëve nga ndjekësit e stuhive, që mund të bllokojnë rrugët e arratisjes. Ky problem vetëm sa është rritur me shtimin e ndjekësve amator. Atë ditë, mijëra banor lokal, të friksuar nga tornadja e Mor, vetëm 11 ditë më parë, u larguan nga shtëpitë dhe bllokuan autostradat. Nëse tornada e Lerenjos nuk do të ishte shpërbër para se të arrinte këtë trafik në Interstate 40, numri i viktimave mund të kishte arritur në qindra. Nga pikpamja shkencore, El Niño dha një sasi të madhe të dhënash. Tani e dim se tornadot mund të formohen nga toka lart. Dim se ato mund të zgjohen nëpër masat jashtëzakonshme brenda sekondash. Dhe dim se nën vorbullat mund të lëvizin me shpejtësi të krahasueshme me makinat e garave. Sa të pak ngushëllim të jap kjo, Tim Samaras dhe ekipi i tij nuk vdiqën kot. Të dhënat që ata mblodhën, së bashku me ato të ekipeve të radarëve përreth, avancuan kuptimin ton për formimin e tornadove, më shumë në një ditë se sa vite të tëra teorish. Ata pa në humner që të tjerët të mund ta kuptonin më mirë. Tornada e Renjës e vitit 2013 mbetet një rast i veçantë, një fenomen ekstrem që shtiu kufi të madhësisë, shpejtësisë dhe paparashikueshmërisë. Është një kujtesë për ulëse se pavarësisht sa mund ta studiojmë atmosferën, sa radar ndërtojmë apo sa studime shkruajmë, ekziston ende një egërsi në erë që nuk mund të kontrollohet plotësisht. Faleminderit që qëndruat me ne për gjithë këtë video. Nëse dëshironi të shikoni më shumë video të tilla, abonohuni në këtë kanal duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës.